Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Sekretari i përgjithshëm i BDI-s Arbra Demi në intervistë televizive mbrojti ish numrin 2 të partisë Artan Grupi duke kërkuar që gjykohet si pafajshëm deri në momentin që vërtetohet fajësia e tij. Saja të një hakmarrjeje politike që edhe një student i vitit parë në Fakultetit Drejtësisë do të shehë prej aeroplanet se bëhet fjalë për një përndjekje klasike politike, kur jemi tek ajo për çka akuzoheshte dhe akuzohet ende zoti Grupi, pra bëhet fjalë për një paradoks, për një absurditet të llojit të vet, kur dikush paramendoni të përndiqet për një vendim kolektiv të marrë në seancën e qeverisë dhe për nënshkrimin e të njëjtit. Ju e dini se kryesuesi i seancës, që zakonisht është kryeministri, e në mungesë të kryeministrit ndonjëri prej zëvendës kryeministrëve, në këtë rast zoti Grupi ka qenë zëvendës kryeministri i parë, ka udhëhequr seancët dhe ai i cili udhëheq seancët është i detyruar juridikisht, ligjërisht që t'i nënshkruaj të gjitha aktet për ato pika për cilët e ka udhëhequr seancën. Grupi arrestua më 23 shkurt 2026 në pikën kufitare të Bllacës pas më shumë se një viti arrati. Ai kërkoi me urdhër arresti ndërkombëtar për dyshime lidhur me korrupsion dhe dëme financiare ndaj shtetit. Aktualisht ai ndodhet në arrest shtëpiak në miqëqyre 24 orëshe. Në ditor 2024 Artan Grupi u përfshi në listën e zezë të SHBA-s për shkak të përfshirjes në korrupsion të rëndësishëm dhe ndërhyrjeve në procese ligjore. Pleni në Republikën e Maqedonisë së Veriut arrin marrëveshje për drejtime bashkëkryetar. Në intervistë televizive Izzet Mexhiti tha se është dakorduar për modelin me bashkëkryetar për të organizuar më mirë strukturën e saj si parti politike. Ai shtoi se janë dakorduar rreth ideologjisë se vleni do të jetë më shumë qendër e djathtë. Edhe pse është modeli bashkëkryetarëve brenda kryesisë, vendimet do të merren me konsensus. Nëse ka ndonjë dilemë do të shkohet me shumicë absolute dhe jo të thjeshtë. Kjo është në funksion të demokratizimit të skenës politike, tha Izzet Mexhiti nga koalicioni Vlen. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryetaria e Kuvendit të Kosovës Albulena Axhiu e komentoi si hapshëm të rëndësishëm vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës për vendosjen e masës së përkohshme deri më 31 mars ndaj dekretit të presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e kuvendit. Vendimi i gjykatës kushtetuese është një hap i rëndësishëm për të parandaluar pasoja që mund të dëmtonin funksionimin kushtetues të institucioneve të vendit, shkruan Albulena Axhiu. Sipas ai, kuvendi përfaqëson drejt për drejt vullnetin e qytetarëve dhe roli i tij në jetën demokratike të vendit është i pazëvendësueshëm. Deputeti e Partisë Demokratike Jurita Tobaku referohet raportit më të fundit të SPAK kur deklaron se korrupsioni ka kapur ekonominë, administratën publike dhe tregjet kryesore në Shqipëri. Përmes rrjeteve sociale, deputetët demokratë nënvizoi si janë këto nivelet e korrupsionit që po bëjnë që shqiptarët të largohen nga vendi i tyre. Ku është konkurenca, ku është gara? Korrupsioni e ka vrarë edhe garën e ekonomi, edhe ekonominë e tregut, ka vrarë çdo shpresë të bizneseve e qytetarëve për të një ardhmë normale. Deputetët demokratë theksoi se sistemi aktual ekonomik dhe institucional është ndërtuar në një mënyrë që sipas saj ushqen korrupsionin dhe deformon konkurrencën në treg. Jo sepse e thot SPAK-u në raportin e fundit, por prokurimet publike sot janë gjithat paracaktuara. Është një sistem që jo vetëm bën pastrimin e parave, po jep pagar tenderat, jep ato me vlerë shumë fishuar, jep ato në mënyrë të paracaktuar. E praktikisht institucionet shqiptare sot operojnë si grupe strukturuara që vetëm japin tendera. Bota. Presidenti francez Emmanuel Macron ka shfrytzuar një vizitë në Kipër për të njoftuar se Franca dhe aleatët e saj po përgatiten për një mision mbrojtës thjesht mbështetës për të rihapur ngushticën e Ormuzit. Në një udhëtim mjeditor në ishullin lindor të Mesdheut, shteti antar më i afërt i BE-s në lindjen e mesme, Macron tha se misioni do të fillojë sa më shpejt që të jetë mundur pasi të ketë mbaruar faza më intensive e konfliktit. Ministri i Transportit Detari Greqisë ka përshkruar situatën në ngushticë si alarmuese duke thënë se shumë tankera janë gjetur të bllokuar në rrugën kryesore ujore, që kur ka filluar sulmet ajrore të SHBA-s dhe Izraelit kundër Iranit, rreth 1/5 e furnizimeve botërore me naftë kalojnë në ngushticë çdo ditë, shkruan The Guardian. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.